NATO i dha fund spekulimeve për trupat amerikane në Kosovë. Ushtarët amerikan afër kampit Bondsteel, NATO ka bërë të ditur se aktualisht nuk ka ndryshime të rëndësishme në shqyrtim për sa i përket reduktimit të mundshëm të trupave amerikane nga Kosova. Një zyrtar i NATO-s tha se KFOR-i vazhdon të përmbush mandatin e tij sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të ndihmuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të mbrojtur për të gjithë njerëzit në Kosovë, si dhe lirinë e lëvizjes. Përgjigjja e NATO-s pasoi shqetësimin e disa anëtarëve të Kongresit Amerikan, të cilët përmes një letre sekretarit të shtetit Marco Rubio i bën thirrje që të parandalojnë kufizimin e mundshëm të trupave amerikane në Kosovë, duke thënë se një tërheqje e tillë rrezikon të shkaktojë paqëndrueshmëri jo vetëm në vend, por edhe në rajonet e gjerë të Ballkanit Perëndimor në një kohë të ndikimeve keqdashe. Në lidhje me këtë temë, në një prononcim për ekspertët e sigurisë, kanë thënë se deklarata e NATO-s është e rëndësishme për të ndalur spekulimet dhe për të mos lejuar paqartësitë rreth pranisë ushtarake në Kosovë që të përdoren për presion politik dhe destabilizim në rajon. Ai theksoi gjithashtu se prania e Shtetit Bashkuar dhe e KFOR-it është një element sigurie në Ballkan dhe një sinjal për angazhimin euroatlantik për Kosovën që vazhdon të jetë i pandyshuar. Deklarata e NATO-s aktualisht nuk ka asnjë vendim për reduktimin e trupave amerikane në Kosovë, ishte një reagim i domosdoshëm dhe i dur ndaj spekulimeve që u përhapën së fundmi. Në një rajon ku informacioni shpesh përdoret si instrument presioni politik dhe psikologjik, çdo paqartësi rreth pranisë amerikane do të krijonte hapësirë për interpretime të rrezikshme.